Në Muzeun Historik të Shkodrës u zhvillua aktiviteti Vishu me traditë, organizuar nga Qendra Kombëtare e Veprimtarive Tradicionale. Aktiviteti ju drejtua fëmijëve dhe të rinjve që patën mundësinë të njihen nga afër me disa nga veshjet karakteristike të trevës veriore, si dhe me materialet, teknikat dhe procesin e punimit të tyre nga artizanët. Jemi të fokusuar specifikisht tek veshjet tradicionale të rajonit të Shkodrës, duke filluar që me veshjet qytetare të Shkodrës, por gjithashtu dhe të krahinave. Kjo që kanë veshur është pjesë e veshjes qytetare, le të themi, të Shkodrës, por synimi është pikërisht ky, që të promovojë dhe të nxjisë rinin që të bëhet pjesë e kësaj tradite dhe ta shohë si një mënyrë për të nxitur ata të krijojnë biznese që bazohen pikërisht tek tradita, tek diebërja jonë shumë e pasur, sepse ka një kërkesë të lartë. Njohuritë e brezit të ri për elementet e traditës shqiptare, përfshirë edhe veshjet karakteristike të zonave të tyre, mbeten ende të kufizuara. Për këtë arsye, aktivitetet të tilla shihen si një mënyrë e rëndësishme për t'i ofruar të rinjt me trashëgiminë kulturore edhe për të ruajtur mjeshtritë artizanale që rrezikojnë të humbasin. Bashkëpunimi me të rinjt, me moshat e reja, edhe me fëmijët, pse jo, duke i prezantuar vlerën e trashëgimisë kulturore, vlerën e veshjes tradicionale, me të gjithë statuset dhe historike që ka ajo, vlerët e trashëgimisë kulturore që ajo ka, ne mundohemi të nxisim të rinjt që të jenë pjesë e artizanatit. Veshja tradicionale shqiptare mbetet një nga pasuritë më të çmuara të trashëgimisë sonë kulturore, duke përcjellë ndër breza historinë, identitetin dhe vlerat e traditave shqiptare.